Përshëndetje të dashur miq, sot do ju prezantoj recetën e kësaj ëmbëlsire me portokall që grekët e quajnë portokalopita. Dhe unë kisha shumë dëshirë ta ndaja me ju sepse është një ndër ëmbëlsirat e mia të preferuara. Sa herë që iki në Greqi, mundohem ta blej dhe më shijon shumë, por mendoj që është më mirë ta përgatisësh vetë. Mora 500 gram peta të pjekura nga këto për baklava dhe i vendosa në një tavë duke i hapur kështu, sepse do i vendosim në furrë për t'i pjekur me 100 gradë derisa ato të na thahen plotësisht. Më pas në një enë mora 4 vezë dhe i çava aty, vendosa sheqerin dhe këtu kam ngrirë lëkurat e portokallit. Mirë është që t'i keni bio dhe pa kimikate sepse kështu do jetë më e shëndetshme. I përzihem përbërësit mirë derisa të na formohet pak si shkum. Nëse keni një tel elektrik mund të përdorni edhe telin, por dhe kështu me një tel dore më bën dhe nuk ka problem fare. I vendosim në furrë petët dhe ndërkohë po bëjmë gati masën që do i vendosim me petët. Masat e kësaj ëmbëlsire maten me këtë filxhanin që është rreth 180-200 gram dhe këtu kam 180 gram vaj misri. Ju mund të përdorni çdo lloj vaji që dëshironi. Mendoj është një nga ëmbëlsirat më të lehta sepse thjesht përzihen përbërësit bashk, por në fund del një rezultat mahnitës dhe të gjithë të tjerë do habiten me ju se çfarë keni gatuar. Ndërkohë që bëra brumin dhe petët po piqe, bëra shërbetin duke hedhur 500 gram sheqer, lëngun e portokalleve dhe ujë. Më pas për ta aromatizuar më shumë shërbetin ton, i vendosa kanellë dhe karafila. Nëse nuk i keni nuk ka problem, por kjo jep më shumë shije. Vendosa disa dhe tek shërbeti dhe tek ëmbëlsira na duhem një portokall duke e ndarë në mes kështu dhe duke e bërë në feta të vogla. Disa feta do i përdor për t'i vendosur tek shërbeti dhe disa feta të tjera do ja vendosim ëmbëlsirës sipër për t'i dhënë një pamje më të bukur dhe shije më të mirë. Feta duhet të jenë të holla si kjo këtu në video që ju tregova dhe i vendosim te shërbeti. E vendosim shërbetin në zjarr dhe e lëm për rreth çerekore derisa ajo të fillojë dhe të trashet pak dhe kur ta vendosim tek gishti, atëherë shërbeti mos të kulloj poshtë për të ringrirë. Ja pra, i preva dhe fetat e portokallit duke i lënë gati për t'ia vënë më pas ëmbëlsirës. Siç e thash dhe më përpara, portokallet do ishte më mirë të ishin bio dhe shërbeti jon u bë. Petët tona janë të thara deri diku, disa nuk ishin të plotësisht, por kjo nuk po bën asnjë problem. I bëjmë kështu me duar derisa ato të bëhen të vogla dhe të imta që të kemi në kollaj për t'i futur tek pjesa e brumit. Mundohemi që t'i shtypim të gjitha të njëtrajtshme dhe i bëjmë kështu me dorë, avash. Ndërsa për petët që nuk janë tharë plotësisht, është pak më e vështirë t'i ndajmë, kështu që i shkulim kështu me dorë. Pikja e petëve është shumë e rëndësishme, sidomos duke i lënë me 100 gradë që ato të thahen avash dhe mos të skuqen, dhe kjo do e bëj ëmbëlsirën tonë që të ketë një volumitet më të madh dhe mos të jetë e qullët, sepse nëse i bëjmë pa i pjekur petët, atëherë brumi do na qullet shumë. Pasi i bëm të imta petët tona, i hedhim avash tek brumi që bëm më përpara, duke i përzier avash derisa të gjithë petët të lagen të njëtrajtshme me brumin dhe këtë e bëjmë her pas here derisa e gjithë masa e petëve të mbarojë. Ëmbëlsira ime doli e trash sepse ne kështu e kemi qef. Por nëse ju doni një version më të hollë, atëherë merrni një tavë që është më e madhe dhe kështu ëmbëlsira do dalin më e hollë dhe do dalin më shumë copa. Masa përfundoi e gjitha dhe erdhi koha për ta vendosur në tavë. Tavën time unë e lyeva me gjalp të ngrirë në të gjithë anët e tavës edhe më pas i vendosa miell që masa të mos ngjisi në fund.
hedh pak miell tek tava dhe më pas e shkun tavën në të gjitha anët që mielli të jetë i njëtrajtshëm në çdo vend. Miellin që nuk e thithi gjalpi e vendosim përsëri tek ajo gota që e kishim më përpara. E vendosim masën që përgatitëm dhe e përhapim të njëtrajtshme që të jetë e barabartë në të gjitha anët. Tava tashmë është gati dhe erdhi momenti për t'i vendosur për dekor këto copat e limonit që pre më përpara, duke ja vendosur në këtë formë, sepse kështu do japi një shije dhe një pamje më të bukur kekut. Vendosim në një furrë me 160 gradë derisa të na piqet rreth 40 minuta ose 45-50 varet nga furra juaj gjithmonë. E lëm pak të ftohet dhe më pas e presim në copa. Është pak e vështirë, kështu që përdorni një fthik sharr dhe priteni në copat që dëshironi. Unë e kam bërë pak në copa të mëdhaja dhe shërbeti duhet të jetë i vakët, gjithashtu dhe ëmbëlsira duhet të jetë e vakët, jo të nxehta të dyja, ose shërbeti shumë i nxehtë dhe ëmbëlsira e ftohtë. Gjithashtu e hedhim të gjithë shërbetin. Shërbeti ishte bërë fantastik, kishte një trashësi dhe një shije shumë të mirë. Nga lëngu i portokallit që i hodhëm, i heqim dhe karafilat që na ran përsipër dhe e lëm shërbetin që të pijet nga ëmbëlsira. Gjithashtu vendosa dhe këto portokalle që ishin tek shërbeti, sepse ishin shumë të karamelizuara dhe me një shije fantastike, kështu që nuk i hodha poshtë dhe ëmbëlsira jonë është gati për ta shijuar. Thjesht lëni disa minuta sa ta thithi shërbetin dhe më pas servireni ndoshta me një çaj, me një kafe ose me një kup akullore, kështu do shkonte dhe më mirë. Unë ja u sugjeroj që ta provoni, sepse me të vërtet nëse e provoni një herë do e përgatisni gjithmonë për familjen tuaj, edhe për festa dhe për raste ose thjesht për qef. Ka dalë perfekte, është vrima e gjithë ëmbëlsira jonë, shërbetin e ka thithur. Kjo recet nuk është as shumë e ëmbël dhe velse, është fiks ajo që ju do kërkoni për ta përgatitur. Shpresoj të kem qenë sa më e qartë dhe uroj që dhe ju ta provoni dhe të leni përshtypjet tuaja, më ndihmoni dhe me një subscribe. Faleminderit!